Shenjat e horoskopit që do të shkëlqejnë në karrierë këtë muaj, Gaforia. Nuk ka dyshim që Gaforet kanë kaluar një periudhë të vështirë gjatë viteve të fundit, por më në fund universi po kthehet në anën e tyre. Gjërat po ndryshojnë për mirë në shumë fusha të jetës, veçanërisht në aspektin profesional. Me Jupiterin, planetin e fatit dhe bollëkut, që hyn në sektorin e tyre më 9 qershor, një valë energjie pozitive pritet të prek karrierën. Një projekt i ri krijues, një mundësi për të marrë vlerësimin që meritojnë, janë në horizont. Tashmë përpjekjet po shpërblehen dhe 2 vitet e ardhshme do të jenë vendimtare për ngjitjen e tyre në karrierë. Këshilla: vazhdoni të punoni me përkushtim dhe mos i nënvlerësoni arritjet tuaja. Peshorja: për peshorët, qershori sjell një kthes të madhe në aspektin profesional. Me hyrjen e Jupiterit në shenjën e Gafores, përparimi në karrierë është më i theksuar se kurrë. Mund të jetë momenti i duhur për të marrë një promovim, një bonus të konsiderueshëm apo edhe thjesht për të rënë në sy për punën e mirë që bëjnë. Ky ndikim pozitiv do të zgjasë deri në qershorin e ardhshëm, ndaj shfrytëzoni çdo mundësi që ju vjen për të ndërtuar të ardhmen që dëshironi. Shigjetari: si shenja që udhëhiqet nga Jupiteri, shigjetarët shpesh ndihen me fat. Por kjo nuk do të thotë se nuk punojnë fort për atë që duan. Qershori 2025 sjell për ta një përmirësim të ndjeshëm në fushën profesionale, veçanërisht pasi Jupiteri hyn në Gafore. Ky është momenti për të fokusuar në qëllimet më të rëndësishme, pa harruar jetën personale. Nëse arrin të vendosin kufi të shëndetshëm mes punës dhe jetës private, shigjetarët do të kenë shumë për të festuar në aspektin profesional gjatë muajve që vijnë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.